Autizmi është një gjendje zhvillimore që ndikon në mënyrë se si një person komunikon, ndërvepron me të tjerët dhe percepton botën përreth. Çdo individ me autizëm është unik, me aftësi dhe sfida të veçanta, prandaj mirëkuptimi, pranimi dhe mbështetja janë thelbësore për ndërtimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse. Në këtë frymë, 2 prill, ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, në shkollën fillore Marshall Tito, u organizua një ekspozitë me vizatime dhe piktura të realizuara nga nxënësit. Kjo ekspozitë synonte të rrisë ndërgjegjësim dhe të përcjellë mesazhe solidariteti, dashurie dhe respekti për personat me autizëm. Punimet e paraqitura shfaqin kreativitet dhe ndjeshmëri, duke reflektuar rëndësinë e përfshirjes dhe mirëkuptimit në shoqëri. Në kuadër të këtij organizimi, u shtrua edhe një koktejl për të gjithë të pranishmit, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe miqësore. Për rëndësinë e kësaj ekspozite dhe mesazhin që ajo përcillte, foli edhe mësimdhënësja e artit figurativ e shkollës, e cila theksoi rolin e artit si një mjet i fuqishëm për shprehje dhe ndërgjegjësim shoqëror. Kjo ekspozitë është organizuar për me 2 prill, ditën e ndërgjegjësimit për autizëm. Kjo ekspozitë është nga nxënësi jon Omar Palević, i cili ka një talent shumë të madh dhe me vite kemi punuar me të, posaçërisht asistentja, psikologët e shkollës, si dhe gjithë shkolla, nënën e cilën e ka një heroinë të veçantë, e cila punon me të, jo veç ne, kështu që këto shifet rezultati i punës ndër vite i tij. Ai është në shtatë ndë tani dhe këto punime që i shihni, ai ka punuar në orë të artit, si edhe vetë në fletore të vogla. Është lezet kur mundena dhe është një ndikmë e madhe kur ne shohim të një fëmijë diçka kaq të madhe që ai e ka dhe shpresoj të vazhdoj të punoj atë çka dëshiron, sepse është shumë i talentuar. Super. Shkurt edhe mirë. Në përmbyllje, kjo ekspozitë shërbeu si një dëshmi e bukur se arti ka fuqinë të bashkojë njerëzit dhe të përcjellë mesazhe të rëndësishme për shoqërinë. Ajo rikujtoi se pranimi, mirëkuptimi dhe mbështetja ndaj personave me autizëm janë përgjegjësi e përbashkët e të gjithëve, duke na nxitur të ndërtojmë një botë më të drejtë, më të ndjeshme dhe më gjithëpërfshirëse për secilin.